Kam një pyetje si profesionist i drejtësisë, kush ju e keni parë, besoj, jo plotën, se është shumë voluminoze dosja e Italisë. Kur shihni dosjen italiane me 1353 faqe të kopësitur dhe kur shihni dosjet e prokurorisë shqiptare, çfarë ndryshimi ka? Dua një gjykim profesional. Nuk mund të themi që është një dosje e kopësitur, sepse është një dosje që vazhdon ende hetimi. Patjetër. Është një dosje që në volumin e saj ka të referuar shumë ngjarje, shumë rrethana fakti, të cilat të grumbulluara ndër vite. Pra këtu shikoj profesionalizmin e kolegëve italian, të cilët janë gjithmonë në kërkim të provës, pra të grumbullojnë provën dhe më pas të dalin edhe me konkluzionin që je subjekt i cili dyshohesh për kryerjen e veprës penale. Kjo nuk do të thotë që kolegët italian janë më të mirë se sa kolegët tanë ka të bëjë mënyra punës të spakut, pa diskutim, kanë disa vite më tepër eksperiencë, le të themi, profesionale në këtë fushë të hetimit, sepse janë përballur më tepër me një gjykatë e cila është konsideruar gjithmonë e pa anshme, pra gjykatat italiane, cilat mund të kenë konstatuar si të pavlefshme ose të papërdorshme shumë hetime që mund të jenë realizuar nga ana e prokurorive në shtetin italian, dhe pikërisht për shkak të praktikave gjyqësore, të cilat kanë konstatuar pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të hetimeve dhe të akteve që janë mbledhur nga ana e prokurorisë, prokuroria ka përmirësuar më pas edhe veprimet e saj hetimore, duke dalë dhe me volume për sa i përket çështjeve. Njëkohësisht, nëse do të kesh shumë subjekte dhe shumë fakte penale që ti materializosh në shkrim ato, pa diskutim që do të dalin një dosje e cila do të jetë në shumë faqe. Ajo nuk është rasti i parë, në shumë raste kemi parë që hetimet janë 4 vjeçare, 5 vjeçare, 6, 7 vjeçare. Është mënyra e strukturave italiane të cilat e grumbullojnë informacionin për para se të dalin. Pra, ata të lënë trafikosh ty. Të kontrolluar, pra në sensin... Ka mendimin që ata janë subjekte të cilët e njohin prej shumë kohësh tashmë mënyrën e hetimit dhe mënyrën se si trafikohet lënda narkotike në shtetin e Italisë. Unë po bëj një shembull paralel. Pra, gjithmonë strukturat në Itali, pra strukturat shtetërore e dinë që trafikimi i lëndës narkotike nuk është se do të përfundojë me goditjen e një grupi ose me fillimin e një grupi tjetër. Pra, është një aktivitet i cili nuk ka përfunduar, pra kjo tregon që ai nuk ka përfunduar dhe konkludojnë në platformat e tyre, le të themi, të hetimit, që do të ishte më e rëndësishme për ta identifikimi i grupeve të cilat kryejnë trafikimin e lëndës narkotike, pra goditja e tyre në asgjësimin ose ndalimin e sasive të lëndës narkotike që trafikohen, pra do të ishte më rezultat për ta, se sa thjesht ndalimin e subjekteve të cilët mendohet që mund ta kenë kryer këtë veprimtari. Duke identifikuar në këtë lloj forme subjektet, pra grupet e strukturuara kriminale, qofshin këto vendase apo të huaja, duke identifikuar rrugët që ata realizojnë për trafikimin e lëndës narkotike, është më me vlerë për hetimin italian që të identifikohen dhe më pas parandalohen trafikimet që ata do të realizojnë, të identifikohen jo vetëm grupi strukturuar, po dhe lidhjet që ata krijojnë vendase ndërkombëtare, po gjithashtu edhe atë që le të themi në kontinente tjera, pra siç po diskutohet që vinë nga Amerika Latine, pra e shikojnë më me vend që të identifikojnë, të mbledhin një material sa më të gjerë dhe më pas të dalin me konkluzionet sa i përket Pse nuk e bën Shqipëria këtë? Mendoj që edhe struktura e posaçme ose strukturat e jurisdiksionit përgjithshëm do ta bëjnë këtë. Pra do ta marrin shembullin, nga strukturat italiane, pra do të fillojnë, do ta grumbullojnë
informacionin më tepër, po ata janë më të specializuar se strukturat tona. Do të thënë, vetë materialet që vinë nga shteti italian, nga prokuroritë e Italisë, me të cilat punohet më pas nga ana e prokurorisë posaçme, po edhe prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, shikojnë që ka një ndryshim në cilësinë e tyre. Ata përdorin Sky, ndjeshin thjesht për argument. Edhe në dosjen italiane përdoret Sky, por asaj bashkangjiten edhe provat të tjera, ndryshe në të njëjtën mënyrë ka tentuar që të veprojë edhe prokuroria e posaçme. Pra, nga informacioni që ka mbledhur nga platforma e kriptuar Sky ECC, ka dashur që të zbuloj ngjarjet dhe të identifikojë subjektet që janë të përfshirë në ngjarjet kriminale. Nëse janë zbuluar apo jo, kjo është një gjë tjetër. Por në vijën e përgjithshme të hetimit, qëllimi ka qenë zbulimi i identifikimi i subjekteve të cilët kanë mendohet që ose dyshohet që kanë përdorur platformën Sky ECC. Kjo vjen jo vetëm nga komunikimi, por edhe nga të dhënat që ka dhënë komunikimi. Këto të dhëna, pra ato të dhëna të cilat janë përftuar nga këto komunikime, janë nështruar më pas identifikimit të fakteve penale dhe më pas nga faktet penale ka rezultuar e dyshuar që se cilët janë edhe subjektet. Që a kanë probleme ato? Kanë probleme dhe i kanë probleme jashtëzakonisht shumë të mëdha, domethënë pra, në cilat mund të kenë gabuar strukturat në identifikimin e subjekteve, mund të jenë afruar në identifikimin e tyre, por që nuk kanë rezultuar të këtilla. Dhe tashmë këto do të jenë subjekt i nënshtrimit gjyqësor nga ana e gjykatës së posaçme. Ajo që duhet bëjë gjykata e posaçme, pra duhet të dali përtej palëve, nuk duhet favorizoj gjithmonë prokurorinë e posaçme vetëm për faktin që kjo prokurori ka një probabilitet edhe dështimi, sepse nga dështimi nuk vjen asgjë përveç se përmirësohet puna për raste të tjera, dhe pra këtë duhet bëj gjykata e posaçme, duhet të bëhet një filtr i ndershëm i hetimeve që realizohen nga ana e prokurorisë së posaçme dhe jo një filtr i njëanshëm. Unë këtë e them si opinion tim personal, kjo nuk do të thotë që vendimet e gjykatës nuk janë të ndershme edhe të paanshme, por në vlerësimin tim ka raste të cilat anojnë nga ana e prokurorisë. Shumicën e rasteve